opozita është aty që gjithmonë të jetë e gatshme që të kritikoj, që të paraqes qëndrimin e vetë, që mund mos jetë në përputhje me pushtetin, vetëvendosje, de facto dhe de jure, ka marrë rezultate të mira dhe ka 48 deputet në parlament, që është numër 8 i madh për një opsion të tillë politik. Nëse ne që kemi qenë në koalicion me ta, përfaqësues të komuniteteve jo shumic, Bosnjak, Turq, Rom, Ashkali, Egjiptas, kemi edhe Nenad Rashiqin tashmë dhe kemi të tjerë opsione politike shqiptare, kështu që Nisma me Fatmir Limajn kanë bërë një marrëveshje të mirë me mandatorin tonë, pra kryeministrin aktual dhe kryeministrin e ardhshëm Albin Kurti. Pra ai është personi që merret vesh ose bisedon për sa i përket nga ana e komuniteteve jo shumic, jemi këtu për të mbështetur institucionet që të mos ketë stagnim. Juve ju ka njoftuar se ka bërë marrëveshje me Nisman, a e kuptova drejt apo jo? Apo ende nuk ka marrëveshje të finalizuar? Ata janë duke biseduar dhe besoj që kjo do duhet ishte gati, thjesht duhet të presim se kush do t'jetë, apo emrit cilit do t'jetë në rand të ditës për parlament, është gjithsesi njëjtë, a do t'jetë dikush nga vetëvendosja. Nuk është as pak e rëndësishme, 2 ose 3 emra që mund të jenë dhe nuk për mua personalisht do ta votoj kryetarin e parlamentit kushdo që të propozohet.